Plan 30 ditor mësimi, trading online. Java 1 bazat absolute. Dita 2 grafikët e qirin, candlesticks. Në ditën 2 hym në gjuhën reale të tregut. Nëse grafiku do të ishte një tekst, qirinjt janë fjalët. Kush nuk di t'i lexoj qirinjt në trading është praktikisht i verbër. Kjo ditë është thelbësore dhe duhet marrë me seriozitet maksimal. Çfarë janë candlesticks, qirinjt? Candlesticks, në shqip grafik me qirini ose qirin japonez, janë mënyra më saktë për të parashitur sjelljen e çmimit në një interval kohor të caktuar. Çdo qiri tregon çmimin e hapjes, çmimin e mbylljes, çmimin më të lartë, çmimin më të ulët. Pra, një qiri nuk është thjesht një vijë, por një histori e plotë e luftës mes blerësve dhe shitësve gjatë atij intervali kohor. 2. Struktura e një qiriu. Çdo qiri përbëhet nga trupi dhe hijet. Trupi i qiriut. Trupi është pjesa e trashë e qiriut dhe tregon diferencën mes çmimit të hapjes, çmimit të mbylljes, trupi gjatë, presion i fortë, blerës ose shitës, trupi shkurtër, pasiguri, luftë e balancuar. Sa më i madh trupi, aq më fort ka qenë lëvizja. Bo hijet B7. Hijet janë vijat e holla sipër dhe poshtë trupit të qiriut. Hija sipër me tregon sa lart ka shkuar çmimi, hija e poshtë me tregon sa poshtë ka rënë çmimi. Hija e gjatë do të thotë refuzimi i çmimit. Tregu ka provuar një nivel, por nuk e ka pranuar. 3. Qirin bullish dhe bearish. Qiri bullish, rritës. Qiri bullish formohet kur çmimi i mbylljes është më i lartë se çmimi i hapjes. Në praktik do të thotë blerësit kanë dominuar, çmimi është shtyrë lart. Në grafik zakonisht parashitet me ngjyrë të gjelbër ose të bardhë. Bo qiri bearish, frënës. Qiri bearish formohet kur çmimi i mbylljes është më i ulët se çmimi i hapjes. Në praktik do të thotë shitësit kanë marrë kontrollin, çmimi është shtyrë poshtë. Në grafik zakonisht parashitet me ngjyrë të kuqe ose të zezë. 4. Si të lexosh një qiri si tregtar. Mos shiko vetëm ngjyrën. Shiko raportin mes trupit dhe hijeve. Trupi i madh, hije të vogla, forcë e pastër, trupi i vogël, hije të gjata, pasiguri, hije gjatë poshtë, refuzimi i çmimeve të ulta, hije gjatë sipër, refuzimi i çmimeve të larta. Këto janë sinjale psikologjike të tregut. 5. Analizë manuale e tre grafikëve, ushtrimi detyrueshëm. Në këtë fazë nuk tregton, vetëm analizon. Hapi një zgjidh grafik. Një çift forex, PSH. Rasë dhe një indeks, PSH. SDR për 500, një kriptomonedh, PSH. Bitcoin. Hapi 2, zgjidh intervalin kohor. 1 orë ose 4 orë. Hapi 3, analizo qirin. Për secilin grafik, pyet veten. A janë qirin kryesisht bullish apo bearish, a janë trupa të mëdhenj apo të vegjël, a ka hije të gjata që tregojnë refuzim? Hapi 4, shkruaj vëzhgimet. Mos i mbaj në mendje. Shkruaj. Çfarë mendon se po ndodh pa parashikime? Vetëm vëzhgim. 6. Gabime të zakonshme në ditën 2. Të mendosh se çdo qiri është sinjal, injorosh hijet, kalosh direkt në tregtim, mbështetesh të ngjyrat, jo të struktura. 7. Çfarë duhet të arrish në fund të ditës 2? Në fund të kësaj dite duhet të njohësh strukturën e çdo qiriu, dallosh qartë qirin bullish dhe bearish, kuptosh refuzimin e çmimit përmes hijeve, analizosh grafik pa emocione. Përfundim. Qirin nuk parashikojnë të ardhmen. Ata tregojnë të tashmen. Kush di të lexojë të tashmen, ka avantazh për hapin tjetër.